ndodhi transferi, u hoqën masat e BE-s, do të heqen deri në fund janarit komplet. Për shkak të transferit, lista serbe u kthye sërish në 4 komunat veriore. Çdo herë kur marrin zgjedhjet për të fituar ata që votojnë qytetarët. Dhe qytetarët ne e dimi që në veri janë në shumicë serbe, dhe sigurisht që ata do të jenë, por do të jenë kryetar jo të marrin mësime, udhëzime nga Beogradi, po nga Kosova, janë vendimet që kemi marrë nivel qeverisë Kosovës, është i vendosur edhe flamuri, edhe fotografia në çdo zyre e presidentës së vendit dhe kanë punuar me ligjet e Republikës Kosovës. Kjo si të tillë është jashtëzakonisht mirë dhe ne Ata janë njerëz të njëjtë, zoti Batiri. I njëjti njeri që ishte kryetar para se të jepnin dorëheqjen e ndërvitjes veriore është kthyer kryetar. Nuk ka lidhje se është i njëjtë ose është i njëjtë, ka lidhje se kush e dirigjon. Nuk është më radioqiqi mi rrej kryetarët e mi qitë në lockdown klasik. Nuk mundët a i marrë këtu, se e kriminal atina, dhe si të tillaj kur mos mund të marrë në Kosovë, veç mund të marrë në bord Kosovës. Dhe kështu që ta janë të lirë të veprojnë, ashtu si që thot ligjet e Republikës Kosovës, dhe qatë moment që devijon nga ligjet e Republikës Kosovës, ai do të arrestohet. Do të arrestonit, do të duhet arrestohet kryetar. Se cili njeri që shkel ligjin e Republikës Kosovës, qoftë serb, qoftë shqiptar, qoftë nacionaliteteve tjera, do të përgjigjet para ligjit, po sigurisht që po. Po ata dolen nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ndër vendimet e para, pra është që nuk duan të jenë pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Aja s'ka lidhje të mundesh me kanë, mundesh me kanë, mundesh me marrë pjesë, mundesh mos me marrë pjesë, por nuk mundesh me marrë vendime jashtë ligjeve të Republikës së Kosovës. Do thotë mundësia, frika është do të vendimet që i ka marrë zoti Atiç ose zoti Peci, zoti Etemi në Ljubsaveç mund të kthehen mbrapa. Pra që kuvendet e reja komunale që përvojnë nga lista serbe, po jo, vendimet e shumta që janë marrë, për shembull, emrimi rrugëve le të themi në Mitrovicën veriore. Duhet me ditë se çdo vendim që merr kuvendi komunal shkon në ministri. Legitimitohet në Ministrinë e Pushtetit Lokal, dhe aja jap sinjalin po apo jo. Dhe nëse shkon në kundërshtim me ligjin, ministria nuk do ta... Sigurisht, që është kundërshtim me ligjin, ministria do ta aprovon dhe ai nuk është funksionar dhe bie poshtë.